Juventus U20 mposhti Genoa në U20 me rezultatin 3-0. Armand Durmishi ishte autori i golit të parë për zonjën e vjetër, ndërsa sfida u zhbllokua në minutën e 5. Durmishi mori një top në zonë dhe pasi dribloi portierin rival, gjeti golin. Për të ishte goli i 10 në këtë sezon, ku regjistron vetëm 1200 minuta. Talenti kombëtares U19 është 17 vjeç. Deri tani ka bërë mjaft mirë, ndërsa spikat si golshënuesi më i mirë i Juventusit në Primavera për këtë edicion.